dhe vetëm pas kësaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Me shpalljen e rezultatit përfundimtar, procesi zgjedhor nuk përmbyllet, pasi subjektet politike dhe kandidatët kanë të drejtë të paraqesin ankesat e tyre lidhur me rezultatin përfundimtar të shpallur nga ana e KQZ-s. Fillimisht, ankesat mund të paraqiten në PZAP dhe çështja sipas ligjit mund të shkojë deri në Gjykatën Supreme. Pra, KQZ duhet të pres vendimarrjen e këtyre institucioneve, të zbatoj vendimet nëse e detyrojnë ndonjë gjë KQZ-n dhe pastaj të procedojë me certifikimin e rezultatit. Edhe shpallja e rezultatit përfundimtar mund të bëhet më shpejt se sa data e planifikuar në fillim nga KQZ, e cila ishte 19 janari. Dhe që në bazë të dinamikës së vendimarrjes së PZAP-s dhe eventualisht Gjykatës Supreme, duket si afat optimal për të shpallur rezultate përfundimtare. Megjithatë, duhet përmendet që shpallja e rezultateve përfundimtare nuk e përmbyll procesin, sepse atëherë fillon të rrjedh afate tjera ligjore, në këtë rast për ankesë në PZAP dhe në Gjykatën Supreme, që në tërësinë e tyre mund të marrin kohë deri në 13 ditë maksimalisht. Pra, janë 48 orë të drejtë ankese në PZAP, që ka afat për vendosje 96 orë, pra 6 ditë gjithsej. Pastaj janë edhe 48 orë të tjera për Gjykatën Supreme në kuptim të parashtrimit të ankesës dhe 5 ditë për Gjykatën Supreme që të vendosë mbi rastet. Unë besoj që java e fundit e janarit do të ishte një periudhë ideale dhe optimale për shpalljen për certifikimin e rezultateve. Ankesat në këtë rast e PDK-s dhe pres që një kësisht edhe ajo e kandidatit Bekim Haxhiu të shpallet edhe ajo e pasafaqshme, sepse ankesa si e tillë nuk është bërë në momentin apo brenda afatit 24 orësh nga shkelja supozuar, por tashmë po bëhet gati një javë pasi që janë administruar këto vota. Megjithatë, nëse e njëjta do të parashtrohet pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, unë besoj që me një argumentim tjetër do të jetë me rëndësi të shihet se si do të vendosë PZAP-ja, sepse është e vërtetë që afati ligjor si i tillë që ekziston në ligj dhe në rregullore nuk është respektuar dhe që në fakt do të jetë tepër domethënë se në kuptim të proceseve në të ardhmen po ashtu të shihet se do të vendosë PZAP-ja që KQZ-ja nuk ka të drejtë të vendosë afate të tjera të cilat nuk janë të parapara me ligj. 20.000 votat e ardhura me post nga ana e qytetarëve që kanë votuar në përfaqe postare të ambasadave dhe konsullatave kanë ndikim të drejtë për drejtë në rezultat, për të paktën një mandat në këtë rast të lëvizjes vendose e cila ka fituar një të tillë në saje të votave të ardhura jashtë vendit, por që pastaj do të jetë me rëndësi të shihet cili është numri total i votave që anulohen, sa do të ketë kjo ndikim në kuptim të koeficientëve që kanë partitë, por që me rezultate të drejtanishme gjasat janë pra që të ketë ndikim të drejtë për drejtë në rezultat, të paktën për dallimin në mes të mandateve të lëvizjes vendosje dhe PDK-s në këtë rast.